Pamjet e filmuara përgjatë autostradës Fier-Lushnjë-Rogozhin tregojnë mungesën e fletëve plastike të vendosura mbi trafikndarëset, të cilat shërbejnë për të penguar dritat e automjeteve që lëvizin në kaun e kundërt, sidomos gjatë natës dhe në segmentet me kthesa apo rreth rrotullime. Në shumë pjesë të këtij aksi kanë mbetur vetëm mbajtëset metalike, ndërsa fletët plastike janë dëmtuar ose janë hequr plotësisht. Mungesa e tyre ndikon në uljen e sigurisë, pasi dritat e mjeteve që kryqëzohen mund të pengojnë shikueshmërinë e drejtuesve të automjeteve, veçanërisht gjatë lëvizjes natën. Ky aks rrugor është ndër më të rëndësishmit në vend, pasi lidh kryeqytetin me qytetet e jugut të Shqipërisë dhe përshkruhet çdo ditë nga mijëra automjete. Ndërkohë, autostrada shpesh edhe s'ken aksidentesh për shkak të kalimeve të palishme të këmbësorëve dhe fermerëve nga njëri krah në tjetrin. Pikërisht në këto segmente, fletët plastike shërbenin dhe si një element shtesë sigurie. Edhe pse dëmtimi i tyre ka kohë që vjet re, deri më tani nuk është ndërhyrë për zvendësimin e tyre. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë nga institucionet përgjegjëse rikthimin e këtyre elementeve të sinjalistikës rrugore në përputhje me standardet e sigurisë për të rritur sigurinë e qarkullimit në këtë autostradë.